një mjeshtër i muzikës si Osman Mula, por edhe si tifoz i zjarrit i Vllaznisë. Profesor, si po përjetoni historinë e Vllaznisë së vjetme? Të them drejtën, si vjet kam kanë i lumturum dhe nuk e fsheh gëzimin e madh që më ka dhuru Vllaznia, ekipi i zemrës, çdo javë. Për me arrit këtë lloj suksesit, mos harrojmë se Shkodra kaloi një kalvar ngjarjesh dhe të gjitha këta u menaxhuan me formën më të mrekullueshme nga presidenti i Vllaznisë, nga trajneri, nga drejtori, që janë emrat në Rom i futbollit, Vllaznisë me radhë dhe pjesa me eksperiencë të madhe të lojtarëve të Vllaznisë, të cilët afruan edhe çuna të ri, i besuan shumë, u ndje besimi edhe gjatë lojës dhe u shkëmbyn shumë mirë eksperiencat e dy brezave. Dhe po të shohësh mbi 3 lojtarë të ri, Vllaznia i shiti. I shiti edhe ja ishin lojtarë të mrekullueshëm. Kam parasysh një lojtar që ishte nga Puka, që erdhi këtu, një djalosh fare i njohur, dhe ajo ba një mesfushor ose i avancuar, i mrekullueshëm. Tani dalim tek Vllaznia konkretisht. Shkodra, pavarësisht se po na fitojnë vazhdimisht, ku duhet hek kapela Ed Martinit, sepse ka një mentalitet fituesit dhe që se ka kënë me Durrësin si trajner, unë shifshe të ka një djalë që vlonte për brenda gjatë neshit. Aje sot ditë duke në plan parë, po aje ndjen gjithçka. Dhe mbi të gjitha të Edi i funksionojnë repartet. Për shembull, po të shohësh vllazët e Vllaznia si vjet, shpeshherë lojtarët të e mbrojtjes kanë ba gola. I ke 4 lojtarë të mbrojtjes, s'po t'japë aminasenet, 4 kanë ba gola, edhe gola vendimtar. Kanë ba golin e parë të neshjes, ose edhe të vetmin. Dal këtu, reparti i dytë, që është mes i fushës, lojtar teknik, lojtar punëtor, mos harro se lozin 3 ose 4, po i ka 4 matë cilësori, i kanë në stol. Dalim të sulmi. Bleret e reja, a kupton, pavarësisht se s'pa arrin me e gëzu. Një pjesë e madhe e tyre, për shembull, mund të gjatë gjithë fazës parë mund të kenë bërë një ndeshje. Dhe duke pa këta ensemble, duke pa këto njerëz të cilët në gjuhën e muzikës ta japin mirë akordin, harmonizohen mirë me instrumentat, dhe ata harmonizohen mirë me fushën dhe me njëri tjetrin, dhe po të shohësh golat tonë janë fantastik tu. Po ata i goli Kastratit ishte për manual, i cili iku nga krau, e mori, erdhi te mes i fushës, gjujti kujtum gjithë është gol, për atë rrjedhë. Dhe me thanë, shohim që ekipi ka lëvizë edhe nga ana taktike, ana teknike, kanë fillu t'jenë më të fort me topin, kanë fillu me pas ma besim tek njëri tjetrit. Në qoftë se deri me vite me radhë, ne hashim gol si fëmijë, kolla e fort. Në momentin kur ti thoshe po fitojmë anë i tem, hashim një gol në mbrojtje minut sekund fundit. E një 15 javë rëshu. E gjitha ishte frikë, e gjitha ishte ankth. Dhe në momentin që hashim gol në atë kohë, si kur vishim vedi, pështum thoshim. Vetë si me marrë vedin, kurse si vjeta shketë të nëshë. Vllaznia si vjet po të regon që i ka të gjitha mundësit të dalin kampion. Dhe do dalim. E kam binjet plot. Pse? Në qoftë se formacionet e para të ekipeve që pretendojnë po lozin, e kanë vështirë të rezistojnë 4 faza. Mos harro se kjo është një lloj kampionatit i çuditshëm që mund të jesh ky klasifikimi 4 faza dhe humb ndeshjen e fundit, që është në grupe, në ata 3-4 grupe. Kurse ne i kemi shumë lojtarë të pashfrytëzuar. Dhe kam përshtypjen se ne do ta presim deri në fund kampionatin të pa dëmtuar. Kjo është kryesorja, se mund të kesh 2-3 lojtarë cilësor të dëmtuar, të cilët edhe 10 ndeshje rresht mund të humbish. Siç na ka ndodhur. Na kena pas me 2 trajnera, qoftë me atë kroatin gjerman dhe me këtë që erdhi nga Maqedonia, që kishim 10 fitore rresht, pastaj ka 10 humbje rresht. Për arsye dëmtimesh, për arsye friket, për arsye mungesë besimit. Kjo faqe është gris dhe është shkru një novel tjetër që ka emrin Ed Martini. Kam besim
se ky regjisor me këtë trup ka për të nxjerrë shfaqje të mirë e cila do t'jetë në repertorin e teatrit Migjeni si krahasim pra Vllaznis, e cila do kujtohet shumë. Me Edin ka një garanci edhe me këto futbollista që ne jo vetëm do dalim kampion, po do të vazhdojmë të jemi kampion. Respekte dhe fola jo thjesht si tifoz i smur. Fola si njëri që dashuron, e don, por dhe e studion ndeshjen, sepse jemi nga ata që kemi marrë qëndrime edhe shumë kritike ndaj ekipit tonë. Profesor, kërkuam për trajnerë deri në Gjermani, Maqedoni apo vende të tjera, kërkuam për drejtorë në vende të ndryshme, por duket që kemi pas në Shkodër, si drejtorin, si trajnerin. Shiko, mund të marrish edhe regjisor, mund të marrish kompozitor, poet, orkestrator për Lule Boren, ta në Evropën mund të kërkosh. Nuk duhet ma Lule Bor, nuk duhet Fryma, nuk do t'jetë Fladi i Keritani Shkodrane. Çfarë do lloj trajnerit më ardh? Nuk e koncepton lojën e Vllaznis. Vllaznia e ka stilin brazilian. Në qoftë se ti merr trajnera italian dhe trajnera kroat, ata kanë koncept tjetër lojet. Ata janë mërësat mirë, e spostojnë vëmendjen në mbrojtje dhe çuditërisht nuk kanë lojtar që kushtojnë. Ti mund të lush në mbrojtje për të nxjerrë gol, po duhet të kesh lojtar shumë mirë mbrojtje. Ti këtë stafin domethënë 4-5 lojtarë ose 6-7 lojtarë të këtyre viteve të fund mbrojtje, të gjithë e ke largu, se s'bashin. Kështu që Ed Martini, si Shkodran, që ka të qartë ish legjend me gjithë drejtorin sportiv, që kam i konsiderat absolute të dy këto futbollista. Apo kupton? Na kanë shkëlqy, na kanë. Do të thonë janë 2-3 lojtarë të asaj periudhe të cilët morën stafetën e Sababizit dhe Dinxheksit zan Ragamit, Ti e parasysh. Na krenun dhe tani këta din sepse kanë edhe eksperiencen, e njohin fanelen, njohin mentalitetin dhe mbi të gjitha janë me konceptin e Shkodrës për të luajtur futboll. Ai koncept na është vlerësuar gjithmonë. Dhe po të shohësh pse ka ndosh ekipin e Vllaznisë edhe jashtë kur vitin në Tiranë. Unë kam 55 vjet që jetoj në Tiranë. Mezi e presin me pa Shkodrën në Tiranë. Natyrisht mezi e presin edhe me rrot. Po mezi presin me pa. Pse? I krijon gjendje. Shkodra mund të fitojë, Shkodra dhe mund të humin, po thot ka valoj cilësore. Pse? Është fryma. Është fryma. Janë teknik, si thot, është teknik virtuoz në instrument. Shkodrani është virtuoz në konceptin e lojës. Për shembull, nëse do thosh Sababizi, nuk ka kënd thjesht një mesfushor. Ai ka qenë mrekullisht me topin i mirë. Dinxhega ka tërblu, ka i ka shku. Kupton? Zarragami. Ose Paulini po thona, që ishte në port. Nuk e ishte sa akrobat, sa xhongler, sa portier, sa i vëmendshëm, sa trim, sa pozicional. Kjo është fryma e Shkodrës. Pak a shumë filloj ta kuptoj si trajner. Kam një konsiderat për atë burr. Një që erdhi nga Tetova. Ma kujto pak. Qati Posmani. Një burr i urtë, i letë në pesh, po kishte mendim shumë. Mendimin tru ishte më i rëndë se pesh ati. Dhe Shkodra e desht. Pse? Filloi futi një koncept dhe futi një dëshirë shumë të madhe, por ishte pa mjaftueshme. Tani unë them që Shkodra e ka pozicionin më të mirë. Nuk kam kërku vjet me marrë, as kampionat, as par vjet. Nuk e kena meritu. Si vjet pa. Shumë angazhime personalisht, por besoj që kur luajnë Vllaznia gjithmonë gjeni kohën për ta parë këtë skuadër. Unë vë në fillim kohën për me pa Vllaznin, pastaj të gjitha angazhimet e tjera i kam pas kohës së Vllaznis. Në qoftë se tjerë të kanë kohën, çat na teprojnë e gjatë për Vllaznin, unë të parën e me Vllaznin. Ma mëna me këta. Bile po ju tregoj diçka që ta dinë spektatori. Ose marr Shkodra jame dhe e jotja. Ishin provat e festivalit Këngës në Radio. Unë kisha këngën. Do të note vajza ime. Ishte prova generale. Këngën e kisha kompozuar. Dhe vajza me emocionet e një këngëtare që do të ballafaqohesh me këngëtarët e tjerë, provë generale. Më merr në telefon. Thot, ku je babi? Kena rallën. Mas e këngë dalun.
jam stadiumi thashtu pa vllaznin. Respekt e gjithëve.